Surja Ash-Shams e zbritur në Mekë. Ajete 15. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Wash-shamsi wa duhaha. Pasha diellin dhe dritën e tij. Wal-qamari idha talaha. Pasha hënën kur vjen pas tij. Wan-nahari idha jallaha. Pasha ditën kur ai dielli është ndrit. Wal-layli idha yaghshaha. Pasha natën kur ajo e mbulon atë. Was-samaa'i wama banaha. Pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë. Wal-ardi wama tahaha. Pasha tokën dhe atë që e shtriu atë. Wa nafsin wama sawaha. Pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dhe ja mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij. Qad aflaha man zakkaha. Pra ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten. Wa qad khaba man dassaha. E ka dështuar ai që e poshtroi vetveten. Kadhabat Thamud bi taghwaha. Themudi përgënjeshtroi për shkak të arrogancës së vet. Idhin ba'atha ashqaha. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. E pejgamberi atyre u pat thënë: kini e kujdes devën e Allahut dhe kujdes ndaj pengimit të saj që të pijë ujë. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Ata nuk i besuan atij dhe devën e therrën dhe Zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtoi ndëshkimet dhe i rrafshoi. ولا يخاف عقباها. Duke mos ju friksuar prapavisë së atij.